Jam e qartë, jam e qetë, e vetmja gjë për cilën më vjen keq është që largimin e paralajmëroi Sali Berisha në sallën e kuvendit dhe jo ndonjë tjetër. Eliza, je viktima më e parëndësishme e lubisë dhe më e merituara në një kohë kur sytë e shqiptarëve drejtoheshin drejt asaj, si kur ti shte korbe e zezë, në fakt aty afër është, ti na vije si nuse këtu. E veshur me të bardha, me të gjitha aksesoret, po pse qa kujton ti se barhan të lubia? Ndaj dhe se ke nga Sali Berisha, jo, e ke nga vetja jote. Se jo që se mbroje, po për kudrazi, gëzoheshe se tani do bëheshe ti zëvendës kryeministre. Nuk ta priste mendja se ishte kjo tjetra, kloni lubis. Ja ku e ke klonin, e ti ke probleme të mëdha në shkenca. Kjo është kloni, ndaj dhe nuk e ke nga Sali Berisha atë. Se për Sali Berishën, Edi Rama të lartëson të një lloj si këte, si të lartësoj këte klonin e lubis, po e ke nga vetja jote. Se more përpjet ti këtani, iku lubia, theja, edhe të gjithë këta shifri, unë do jem lubia ju, thoshte kjo. Edhe këta, të dhanë atë që meritove.